Iron, a është teknologjia apo inteligjenca artificiale që po imiton njeriu humanoid, do dalë një ditë kundër njeriut? Si mendon ti? Unë mendoj se po. Po nuk e them vetëm unë. Këtë rrezik e shikojnë jo vetëm fetar, teolog, e shikojnë dhe vetë shkencëtarët, ose filozofët, sociologët, sepse e para e pyetja që duhet bëhet, pse këto lloj makina, se makina janë. Po, kanë formë njeriu. Elektronike kanë formë humanoide. Pse? Pse bëhen? Pse bëhet? Bëhet patjetër me ka një qëllim kjo, që të konkurrojë njeriu. Kishte dalë një nkin, ishte në formën e njeriut, edhe po bënte punët e shtëpisë. Po bënte punët e shtëpisë. Me që do dalim pa punë, po do na nxjerrin edhe nga shtëpia më duket. Jo, sepse një burr për shembull që do të martohet me një grua, ka disa kërkesë. Por në qoftë se ai burr për shembull e shikon gruan thjesht si një objekt, jo subjekt. Shumica. Po. Kështu nisen, sidomos njerëzit materialist nuk nisen nga idet, nisen nga funksionet. Po. Ai thot, pse ta mbaj një gruan kur ai nuk më bën punët, ai më bën llafe, ashtu, ma një robot. Po. Fatkeqësisht, sot robotët po kthehen edhe për të kënaqur dëshira intime të njeriu. Pra, e ka një qëllim kjo. patjetër që ta bëjë njeriu të vetëm.